Paralajmërimi I zyrës së rregullatorit për energji se çmimi I energjisë elektrike do të rritet të 15% vazhdon të shkaktojë pakënaqësi tek qytetarët e Kosovës. Për ekonomia online, ata thanë se shtrejtimi I energjisë është një barë e padurueshme për buxhetin e tyre familjar. Kjo është një rritje që e papërballueshme për shumicën e familjeve tona me çfarë buxheti familjar kanë. Kjo është e papranueshme, edhe rritje e imponueshme, por me përballuar disi qytetarët këtyne rritjeve të çmimeve, krahas sajna, se edhe gastronomia gjitha këto që mvaren për rryme, do të rezulton që edhe ato masandej mi ngritë çmimet, edhe me konë të papërballueshme për qytetarët tonë me çfarë buxheti familjar. Rritjen e rrymës elektrike. Rritet rryma tani shkojnë krejt konsumi, rritet. Krejt rritin. Po këta s'diçka të bo që 3 hera, 4 herë që rrit kë zotnia kë vetëvendosës që rrit. Qysh e ka qitë hesapin nuk e di. Elektrike pejt parit për 2025 nuk duhet të shtrejtohet rryma. Duke mbështet, duke mbatuar në standardin e popullatës, sidomos të pensionera. Me një pension nuk mundet me do njeri. Ambe bagu rryma uja, qera apo në temi e sani. Andaj është mirë që mos më shtrejtu rryma. Pa sigurisht gati do të marrë diku një nga 50 te 100 euro. Zyra e rregullatorit të energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaji prill fatura energjisë elektrike mund të rritet për 15%.